Kryeministri japonez Shinzo Abe vuri kurora me lule në varrezat kombëtare në Arlington të Virginias para takimit me presidentin Obama në shtëpinë e bardhë, ku pritet të diskutohen çështjet ekonomike dhe ato të sigurisë në rajonin e Azipaqësorit. Konflikti në Siri do të jetë tema kryesore e turneut të parë jashtë vendit të sekretarit amerikan të shtetit John Kerry. Zoti Kerry niset të dielën për në Evropë dhe linjën e mesme. Departamenti i Drejtësisë njoftoi se do të bashkohet në çështjen penale të ngritur nga ish ciklisti Floyd Landis kundër ciklistit të njohur Lance Armstrong. Ciklisti akuzohet se ka mashtruar shërbimin postar të Shteteve të Bashkuara që ka financuar me miliona dollar ekipin e tij. Një stuhi e fuqishme dëbore ka detyruar anulimin e qindra fluturimeve në pjesën qendrore të vendit, ndërkohë që akulli dhe bora ka shkaktuar aksidente rrugore në një numër shtetesh nga Kansasi deri në Michigan.